Një vëmendje veçantë është kushtuar auditimet të performancës, të cilat janë zhvilluar në sektor me ndikim të drejtë për drejtë te qytetarët, siç janë shëndetësia, arsimi, mjedisi, kultura dhe barazia gjinore. Auditimet e kryera kanë treguar se institucionet publike ende nuk kanë konsoliduar një strategji të qëndrueshme drejt orientimit për rezultate dhe vlerësimit të ndikimit të programeve apo politikave si praktikë standarde menaxheriale. Mangësitë në koordinimin ndërinstitucional, planifikimin, monitorimin dhe shfrytëzimin e burimeve reflektojnë në një nivel të ulët eficiencë dhe efektiviteti në zbatimin e programeve, politikave dhe strategjive publike, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e shërbimeve të ofruara dhe në perceptimin e qytetarëve për besueshmërinë e administratës. Në sektorin e shëndetësisë, auditimet evidentuan mangësi në administrimin e pajisjeve dhe personelit shëndetësor, mjekësor, duke krijuar varësi nga shërbimet e jashtme dhe rritje të kostove. Gjithashtu, shpërndarja e tyre nuk është në përputhje me nevojat reale të popullsisë, ndërsa përkujdesja ndaj pacientëve rezulton e pamjaftueshme. Kjo për shkak të mungesës së një trajtimi gjithëpërfshirës të kapaciteteve të kufizuara menaxheriale dhe profesionale. Në fushën e mjedisit, menaxhimi i mbetjeve urbane dhe spitalore paraqet problematika të ndjeshme, ku mungesa e infrastrukturës së duhur dhe praktikave të sigurta rrezikon shëndetin publik dhe ndikon negativisht në mjedis. Ndryshimet klimatike mbeten një sfidë e madhe kur përpjekjet institucionale janë të kufizuar për shkak të mungesës së fondeve, planeve konkrete dhe kapaciteteve për zbatim. Në sektorin e arsimit dhe të kulturës, menaxhimi i Fondit të Ekselencës ka treguar mbi vendosje kompetencash nëpërmjet institucioneve përgjegjëse, duke sjellë mungesë koordinimi dhe transparencë në administrimin e tij. Orientimi i të rinjve në karrierë brenda sistemit arsimor parauniversitar nuk është i qëndrueshëm dhe i strukturuar, duke reduktuar efektivitetin e këtij procesi. Në fushën e kulturës, pasuritë e trashëgimisë kulturore të listuara në UNESCO, në qytete si Berati dhe Gjirokastra, vuajnë nga mungesa e planeve menaxhuese dhe fondeve, duke rrezikuar gjendjen e tyre fizike dhe statusin ndërkombëtar. Menaxhimi i hapësirave publike gjithashtu ka mangësi. Plazhet publike nuk përmbushin standardet e sigurisë dhe të aksesit. Për më tepër, zgjerimi i sipërfaqeve të kontraktuara nuk është shoqëruar me rritje të ardhurave ose me idhësime të qëndrueshme, duke kufizuar përfitimet e qytetarëve.